Kjo është hera e parë që pa cenzurë lejohet që të vizitoj spitalin psikiatrik këtu në Shkup, ndryshe i njohur si Spitali Psikiatrik Bardovc. Ne disa herë kemi kërkuar ndër vite nga drejtorët para prak, por ato sigurisht nuk kanë lejuar për shkak të kushteve njerëzore dhe pamjeve të tmerrshme të cilat janë brenda reparteve të cilat kanë mbi 20 vite të parenovuara. Të gjitha këto informacione do t'ua sjellim sot pasi drejtori aktual, i cili është emëruar përpara 2 muajve në këtë detyrë, na ka lejuar që ne të jemi brenda spitalit dhe për transparencë të shohim se çfarë nuk është bërë dhe cilat janë planet e tij për ta ndërtuar këtë spital. Drejtor, faleminderit që pranuat ne si medium të jemi brenda dhe të shohim kushtet, sepse ka pas shumë raportime ndër viten pa cenzurë për kushtet dhe situatën në këtë spital psikiatrik i njohur si Spitali Psikiatrik Bardovc. Jo, faleminderit juve që keni shpreh dëshirë të vini, edhe do të jeni të mirëseardhur çdo herë, përderisa edhe çka do të jetë në të mirën e pacientëve, derën do ta keni hapur çdo herë. Faleminderit. Do të jeni të mirëseardhur çdo herë. Me kërshëri jam për t'i parë kushtet dhe të shohim ajo që është raportuar dhe ajo që është punuar përpara se ju të jeni drejtor, sepse ju tani sapo e keni marrur mandatin. S'ka 2 muaj. 2 muaj e gjysmë ashtu. Para 2 muajve. Okej. Tash do ta vizitojmë repartin e dytë të burrave. Këtu janë pacienta pak më të rëndë, më agresiv. Është më agresiv. Tash ti shohin gjithë edhe kushtet këtu që ka. Kjo është një ndër repartet që ka. Duken këtu kushtet shumë të tmerrshme. Po, ata dhe desha ta tham. Edhe planifikoj investimin e ardhshëm tjetë pikërisht të ky repart. Çfarë planifikojnë të ky repart? Ju tani drejtor kur keni ardhur këtu para 2 muaj e gjys, ju nuk keni mund të hapni as tender, as të bëni punë, a ka pas ndonjë lloj buxheti në buxhetin e Spitalit Psikiatrik Bardovc? Ka pas tender për renovime, i cili është harxhuar me një renovim. Cila pjesë është ajo që është renovuar me atë tenderin që është harxhuar me një fakturë? Ajo pjesa e pranimit atje. Ta shohim pastaj. Po, do ta shohim edhe aty në. Edhe tash ju kur keni ardhur keni gjetë 0-0 spitalin, pas një lloj buxheti. Jo 0-0, ne spitalin e kena gjetë me -0. -0. Ju nuk keni mund ta shtavoni. Marrën time këtu kur e kemi bërë llogaritjen financiare që e kërkova. Unë e kam gjetë me -32 milion denar. Këtë spital edhe është në këtë gjendje kaq të tmerrshme. Asgjë nuk ka rregulluar. Ashtu si e shifni. Kam gjetë me -32 milion denar. Këtë spital edhe është në këtë gjendje kaq të tmerrshme. Asgjë nuk ka rregulluar. Ashtu si e shifni. Do thonë do të vizitojmë atë për vende. Viteve të fundit nuk është bërë renovime. Ky çka ishim më herët, ky është renovimi i fundit. Para 9 viteve. Po, teknikën kryesor këtu ne. Dikon para 9 ose 10 viteve çka është bërë renovim. Nalt interno edhe ajo. E tash ju do të mund të renovoni, siç thatë në fillim, këtë reparti, që është reparti i dytë i burrave, i cili duket edhe më keq për të gjithë reparteve, vetëm pas janarit, kur do të fillojë të keni buxhet. Patjetër. Cili është plani? Ti bëjmë tenderimet mbas kërkesave çka janë, jo mbas drejtorit çka don. Po. Kjo është plani për planin e vitit 2025. Do të thonë drejtor, 14 vite reparti 2 meshkuj nuk ka asnjë dorë investim. Mund të thotë. Mund të thotë ashtu, do ta shifni edhe vetë tash. Tash besoj se mund të hym? Po, tash. Do të vizitojmë edhe repartin gjyqësor. Do të thonë këtu momentalisht kemi dikon mos gabofsha 34 pacient. Pacient cilët janë gjykuar edhe që janë me sëmundje mendore. Janë pacient të vështirë? Tepër të vështirë. Do të thonë problemin më të madh që hasa edhe që
planifikoj, mendoj si ta zgjidhni, është ky raport. Çfarë plani keni për këtë repart atëherë? Ky raport do të, unë mendoj ka dy zgjidhje. Ato zgjidhje që nuk marrën prej meje, po kom bisedu pak me zëvendësministrin e punëve të brendshme, edhe do të kërkoj takim. O duhet bëhen ndryshime në ligj që policia e burgit të vjen edhe ta siguron këtë repart, o komplet repartin ta zhvendosim, ta çojmë. Do me thënë drejtor, pyetja tash është, këtu i keni pa polici, pa mbikëqyrjet policisë këto? Trajtohen do me thënë vetëm me personel mjekësor. Pa dhe sigurime që ka kemi të spitalit. Sigurimi që është standard i spitalit. Diçka ndihmë nga policia nuk keni. Ja. Duket e shqetësuese. Ka edhe meshkuj edhe femra, po vetëm femrat janë këtu? Ose vetëm meshkuj? Vetëm meshkuj. Meshkuj janë këtu. Janë personat rrezikshëm që të bëjmë edhe pak kujdes. Në spitalin psikiatrik këtu në Shkup, spitalin psikiatrik Bardovës, në të cilin jemi tani, jo vetëm ata të cilat janë brenda, si pacient, janë në kushte të tmerrshme, por edhe personeli punon në këto kushte që e shihni. A jepni këtu të duke renovu? Po. Me çfarë buxheti është kjo? Kjo është me buxhet vetanal. Vetanal. Do të thonë, si ju thash, pjesë e shërimit pacientëve, do të shkojmë ta vizitojmë andej, është edhe terapia e punës. Po. Do të thonë edhe me anë të punimeve, me anë të punës, angazhimit të pacientëve, ajo është edhe pjesë e shërimit. Nëpërmjet terapisë punës, 2 pacientë prej këto kërkojnë material, ne do të punojmë, të punojmë, që të angazhohemi, vetëm na sjell materialet, do të fillojmë të renovojmë. Edhe jo kemi sjell materiale, edhe kanë fillu pacientët ta bëjnë. Pacientët, po. Me vetë dëshirë, me vetë financim nga drejtori. Një punë e mirë në këtë film horror brenda. Është kjo ajo hapësira mbas e gjelbrimit, për cilën na kanë raportuar se merret drogë, lirshëm? Jo, këtu janë mbyllur këto. Edhe kjo pjesë është e mbyllur. Do të thonë, prej këtu nuk mund dalin, andaj? Ja. Asnjë kamerë nuk ka në spitalin psikiatrik? Ka kamera, po kjo objekt është pa... Ka kamera, sikur ndoshta e shifni. Të jashtme? Po të jashtme, mbrejna zgucaj. Me një territor të vogël që kapin? Po. Diametër të vogël? Këto, pikrisht për këtë repart jam interesu, këtu zdi cilën kohë, para sa viteve, ka pas komplet edhe tash e shoh kamerën këtu. E cila është e kthyer në mur? Funksionale. Do të thonë, momentin që kom ardhur në spital, kanë qenë funksionale vetëm 3 kamera, çka e kanë monitoru hyrjen e drejtorit sigurisht. Po. Hyrjen e drejtorit, i patë edhe jo aty kamera, kanë qenë funksionale vetëm 3 kamera. Momentin që i thirrëm firmën të vjen edhe të banë servisimin edhe të shef të shtim funksionon kamerat, thanë është harxhu, nuk ka buxhet. Po, sepse buxhetin e kishin... 2 muaj ditë në drejtim së mundat punoj asgjë, sepse ishte buxheti i harxhu. Tash kur kaloi afati, kena kontraktu firmë tjetër, e cila prokurorime ka fitu, zdi cila firmë, po javën e kalu e kanë nënshkryt marrëveshjen, edhe prej javës tjetër, detyrën e parë që ka ju thash ta banë, të vjen njëherë të monitoron edhe të shef ku krejt ka kamera. Se ka kamera, kam një uri që ka kamerat montume, po janë jo funksionale. Po, ja si kjo që e pa. Edhe mund të shtim funksion. Informacionet tona, ka edhe pacient ndoshta këtu në repart që janë mirë, kanë një bashkëpunim me personelin, me drejtorin e spitalit, me gjykatësit, vinë të pak në Bardovë, qëndrojnë këtu, po janë ato krejtësisht të shëruar, dhe
Ja, ato janë dezinformata. Kemi pas në një rast, me të vërtet që në ka raportuar dhe kam takuar personin i cili ka qëndruar sikur është i sëmur psiqik, me një bashkëpunim brenda, kjo ka ndodhur para 5 viteve. Një ndër problemet më të mëdha është ky raport. Më thonë edhe marrën time, vizitën e para bana këtu. Atë janë persona të rrezikshëm, se realisht është ashtu. Më thonë këtu Edhe si the nuk keni pushim vrasës, këto pacientë janë vrasës, këto janë ka raste të ndryshme. Edhe të smur mental. Po, pra edhe me vepër penale edhe me sëmundje psiqike. Edhe momentin që erdha këtu, si e shifni, është një motor edhe një teknik, edhe një mjek. 3 persona. 3 persona që kujdesën për këtë. Momentalisht imame 34. Për 34 pacient me vepër penale dhe të sëmur psiqik kujdesen një motor, një teknik edhe një mjek. Po. Është mundësia me ik, është mundësia do njëherë që edhe me kërcënime i hapin derën edhe dalin. Por ne kemi pas raportimet për pacientët që ikin. Parzit që thatë. Por ama ne kemi obligim në fat gjysore, që apo dalin shëtitin këto, në fat gjysore nëse nuk janë këto, ne i raportojmë polici. Edhe më tutje, përgjithësia bjen policisë për këto pacientë. Identifikime këto pacientë. A mund të di për shembull çfarë gjendje janë këtu, domethënë janë të mbyllur, të hapur, si shkojnë? Këto llogaritë si gjysmë i hapur, gjysmë i mbyllur. Domethënë pacientët që janë edhe i lishojnë. Mundën edhe këtu parsisht gjendjes pacientave, dalin edhe normal me këqyrjen e personelit mjekësor, i lishojnë edhe këtu në hapësirat e spitalit që Në repartin e femrave? Reparti 3 grave. Po? Këtë repart tash javën e kalum e lëshum patëm një hapje solejt. Po. Eftinja Impex edhe tempo në thenat, në firmë në metal visit. Edhe ato kishin ba renovim të banjove. Pjesën e spitalit, që është dash nuk e kanë bërë. Me ardhen aty personit, i kontaktova udhëheqësitë e mëparshme, se kishim pas kontrat me një firmë, që ajo të vjen të rregullon atë pjesën e mbetur, edhe pas se nuk kanë përgjithësi. Vishin një ditë, një javë nuk vishin, edhe i mora punë të ndorë të mia, me persona prej mbrenda, të konsum, cilët kanë pas vullnet punojnë. Me mjete vetanake edhe krytëm e përfundum. Dhoma e punës, depoja janë më tepër se 20 vite të parenovuara. Ovdje za urgentna psihijatrija. Znači ovdje događat agresivni pacijenti odsjekako vid psihotični i apsihotični u smislu agresivni, дали od psihoaktivni supstanci, дали od zloupotrebe na alkohol. Ние сме опфатени со општиот колективен договор за здравствена дејност, каде што оваа болница во однос на проблематиката со која се занимава и со структура на пациенти, сме на едно најниско ниво, да речеме во однос на здравствениот сектор. И во моментов се изработувало со работа, согласност и поддршка на директорот во целост посебен колективен договор за болницата, кој што откако ќе биде изготвен треба институционално да ги проследи сите по вертикала иерархиски аспекти, да дојде до подпис на влада, да може на крај да помине собрани службен вестник, со што би се подобриле условите, првенствено зборувам за платите на вработените овде, за целиот колектив, со што и мотивацијата за работа ќе биде поголема и евентуално на тој начин може би било интересот за нови вработувања поголем, кој што во изминатиот период е проблем. Затоа што për mua si drejtor pjesa më e mirë e spitalit. Po? Jo me kushte,
Dobar den. Për mua pjesa më e mirë e spitalit. Këto dje më kishin bërë një ftesë se kam bërë ekspozit, po tash dje s'mund atë vi. Mas kohë bëjnë ekspozita këto edhe i shesin. Këto... Ku i shesin? I shesin këtu, edhe mas kohë bëjnë ekspozita, me ato të hollat, mandej blejnë prap materiale, edhe ashtu... Po, për punime tjera. Pas jena në këtë pjesën më të mirë spitalit, atëhere për përfundim, do ta përfundojmë këtu, pas atyre imazheve të trishta dhe informacioneve se shumë pjesë të spitalit kishin mbi 20 vite të paprekura nga dora e njeriu, të mbyllur syt nga të gjithë drejtorët të cilat kanë qenë. Plani juaj nga viti 2025, atëherë kur edhe do të mundeni në bazë të buxhetit të ndryshoni diçka. Plani juaj 1 vjeçar ose 6 mujar. Përpoth atyre që i përmenda se fillimisht do të bëni, parte fillimisht, si që tha, repartin 2 mashkull, ku ishim aty. Pikërisht ato 2 reparte, planifikojt që... Fillimisht të fillohet renovimi. Në total? Po. Atëherë ju mund të bëni edhe një thirrje të gjithë kompanitë dhe donatorët të cilët dëshirojnë çfarë do qoftë donacioni të sjellin në spitalin psikiatrik, kontakti me ju është i thjeshtë. Thjesht duhet ju kontaktojnë dhe ju i mirëprisni të gjitha donacionet. Po, do të thonë janë të mirëseardhur gjithkush që të bën donacion, çka do që tjetë ajo, nevojat do t'i shohin edhe vetë në këtë video incizim. Ka nevoja për gjithë shka, donacionet janë të mirëseardhura, që do të shkojnë donacionet në vendin e duhur, do t'jenë ato të kyçt. Në monitorimin e situatës, transparenca do t'jetë 100%. Pra këtu pranohen donacione nga më të thjeshta, pra ju mund të sillni edhe veshmbathje për këto pacient e deri në renovime ose mjet e materiale të cilat ju siç thotë drejtori do t'i mbikëqyrni ato financa se si realizohen ose mund të vini të jepni një dorë punë, çfarë do qoftë ndihme sepse ky spital i lën në hares ka me të vërtet nevojë e të gjithë neve. Uroj që ky vullnet dhe kjo ambici që keni drejtor të ju mbaj deri në fund të mandatit, ne si pa cenzur do ta ndjekim punën e juaj. Ju faleminderit për transparencën. Faleminderit edhe juve.